Na pëlqen të mendojmë se do të mund ta parashikonim të keqen, se do të kemi re shenjat, rrezikun, ndryshimin në sjelljen e dikujt. Por shumica e njerëzve që ju bëjnë keq të tjerëve jo gjithmonë vijnë me pamjen tipike të një kriminali. Përkundrazi, mund të duken krejt normal dhe shpesh mund të ngjajnë me ne. Në këtë episod më bashkohet Claudia Hasanllari, doktore shkencash në kriminologji, për një bisedë në lidhje me sjelljet kriminale, si lindin ato, si fshihen dhe pse shpesh i vëmë re vetëm kur është tepër vonë. Çfarë fillon të ndryshojë tek një person kur nis të priret drejt një sjelljeje që çon drejt kriminalitetit? Varet se për cilat vepra penale flasim, ka edhe krime apo vepra penale që ndodhin aty për aty edhe nuk është se janë të paramenduara apo nuk është se fillojnë me sjellje destruktive, por në përgjithësi kur flasim për devijimin e një sjelljeje apo tendencën për të shkuar drejt sjelljes të kundërligjshme, sigurisht që ka një proces psikosocial ose emocional në për të cilin individi kalon. Krimi është instinkt, edhe si çdo instinkt normalisht vjen në sipërfaqe duke pasur parasysh mënyrën se si është zhvilluar. Pra sa më shumë niveli, sa më shumë i kulturuar të jetë një njeri, sa më shumë të ketë lexuar, sa më shumë të jetë i përgatitur, sa më shumë eksperienca të ketë pasur, sa më i fuqishëm intelektualisht rrethi i cili shoqërohet apo bazat që ai mund të ketë marrë gjatë jetës së vet, aq më e fortë është mënyra për të përballuar instinktet negative që mund të ketë që e çojnë drejt sjelljeve destruktive. Dhe po ashtu e kundërta e bën më të lehtë që të bjerë pre e sjelljeve të kundërligjshme. Pra ka një sër faktorësh që e çojnë një individ drejt sjelljeve të tilla. Ndërsa në raste të tjera, të cilat mund të jenë të ndikuara edhe nga trauma të së kaluarës apo probleme të thella psikologjike të individëve, sigurisht pastaj që ka shenja paralajmëruese, të cilat tregojnë për një brishtësi të unë nuk do i quaj atë vetëm të shëndetit mendor, por të shëndetit mendor, emocional, edhe intelektual të individit. Këto mund të jenë për shembull raste kur një individ i cili mund të ketë kaluar problematika të caktuara fillon edhe bëhet më agresiv, e ka më të vështirë të menaxhojë emocionet apo të kontrollojë impulset e veta, ka tendencën të jetë më i dhunshëm, qoftë në komunikimin verbal, qoftë edhe pastaj duke kaluar në anë të fizik. Dhe ne si shoqëri duhet jemi të kujdesshëm që kur shikojmë sjellje të tilla tek individët, të përpiqemi t'i trajtojmë që në atë moment, sepse një person i cili sot mund të jetë i dhunshëm në komunikim, nesër patjetër që kjo dhunë mund të degradojë dhe të kalojë dhe të eskalojë në një dhunë fizike e më pas ndoshta në një vepër më rënd penale. Kështu që gjithmonë jepen shenjat, është si puna e sëmundjeve, edhe ajo sëmundja më e thjeshtë që mund të jep një grip, 24 orë përpara i jep 2-3 sinjale, nëse jemi të vëmendshëm i kuptojmë. A ka një pattern ose një lloj përsëritje tiparesh, domethënë ose tipologjisht të krimit? Krimi është diçka që vjen bashkë me shoqërinë. Domethënë ne duhet të kuptojmë që përpara se të jemi të gjithë juristë, ekonomistë, profesionistë, jemi të gjithë njerëz dhe njeriu vjen si një paketë me të gjitha emocionet e veta, benefitet që sjell në shoqëri dhe problematikat. Kështu që sa kohë të ekzistojë shoqëria, do të ekzistojnë edhe sjelljet e kundërligjshme fatkeqësisht. Ajo që evidentohet është që njësoj si shoqëria është dinamike, ashtu edhe krimi ka format e veta. Pra, po të shikosh, edhe vetë jetojmë në epokën digjitale. Nuk është folur më përpara kaq shumë për krimin kibernetik sa që flitet tani. 10 vite më parë, bullizmi online nuk ishte kaq problematik sa që është në ditët e sotme. Krimet, shantazhet, veprat penale që lidheshin me teknologjinë nuk ishin kaq në diskutim. Pra,
siç ndryshon shoqëria, ashtu siç shkon ekonomia, globalizmi, gjithçka, ashtu shkojnë edhe tendencat për të bërë veprime të kundërligjshme. Kështu që veprat penale ndryshojnë në bazë të ndryshimeve që përjeton shoqëria. Sigurisht ka vepra penale që mbizotrojnë në shoqëri të caktuara. Nëse do flas bazuar tek eksperjenca ime e punës, të paktën këto 4 vitet e fundit, për të miturit në konflikt me ligjin, ka pasur vepra penale të cilat kanë mbizotruar, siç janë veprat penale të vjedhjes apo të veprave që lidhen me lëndët narkotike. Vitin e fundit, kjo është interesante nga ana studimore sepse ka një ndryshim të tipologjisë së veprës penale të miturve që janë të dënuar. Nga vjedhja në vend të parë kalojmë tek plagosjet apo vrasjet, vepra penale që kanë ndodhur për shkak një konflikti që mund të ketë lindur më përpara që nga rrjetet sociale. Adoleshentët sot nuk janë adoleshentët që kanë qenë dje. Dhe ne duhet ta pranojmë këtë gjë. Dhe ne duhet kuptojmë edhe që veprat penale që ndodhin mes tyre nuk janë njësoj si dje. Sepse sfidat që ata përballen janë ndryshe sot. Kanë një tjetër dinamik jete, kanë problematika të tjera, përballen me forma të tjera të neglizhencës, me forma të tjera të dhunës online, me forma të tjera të sfidave apo dilemave ekzistenciale të identitetit, kështu që çdo gjë vjen në një linjë më pas. Duket sikur adoleshentët sot janë më agresiv, po themi se brezat më përpara. Dhe ndonjëherë mendoj, më duket sikur ka një lloj distance shumë të madhe midis prindërve dhe adoleshentëve dhe një tendencë që në momentin që ata vinë në shtëpi ose edhe kur janë në shkollë, në vend që të dëgjohen për problemet e tyre, përballen me gjykimin. Një nga gjërat që thonë edhe vetë adoleshentët është që trajtohen pak a shumë sikur janë budallënj, po themi, në thonjza, qoftë në shkollë, qoftë në shtëpi, dhe kjo gjë të krijon një lloj izolimi dhe pastaj ti fillon bie pre e këtyre radikalizimeve online, qoftë fetare, qoftë politike, qoftë nuk e di, figura influencer që të shtyjnë drejt disa akteve më ekstreme. Ka një hendek patjetër. Ajo që thua ti është një hendek komunikimi mes brezave, që nuk është se po ndodh vetëm sot. Domethënë, edhe unë kur kam qenë adoleshente mund ta kem ndjer edhe ti edhe të gjithë njerëzit. Pra ka gjithmonë një hendek brezash, prindërit dhe adoleshentët. Por në qoftë se shikon për shembull ka një pjesë e prindërve sot, jo të gjithë, po një pjesë e konsiderueshme janë të lindur para 90-s, dhe diferenca me një prind që ka lindur para 90-s me një adoleshent që rritet në vitet 2000 dhe rritet me inteligjencën artificiale dhe me rrjetet sociale është vërtet flasin gjuhë të ndryshme. Është sikur vjen nga 2 botë komplet të tjera. Ndoshta 2 botë jo, por gjuha është ndryshme dhe kjo është pak po e sigurt. Edhe ke të drejtë për këtë sepse në fakt kemi të bëjmë me një brez që flet një gjuhë ndryshe dhe të re, që jo automatikisht është e gabuar. Ajo që unë mendoj që sjell problem është momenti kur prindrit gjuhën e këtij brezi e quajnë automatikisht të gabuar. Fakti që ky brez nuk flet gjuhën tonë apo të prindërve tanë nuk do të thotë që janë një brez i keq, nuk do të thotë që janë një brez i vështirë. Janë thjesht një brez tjetër. Dhe na takon ne të rriturve në fakt të gjejmë gjuhën. Sepse nuk është përgjegjësia e fëmijëve, nuk është përgjegjësia e adoleshentëve që të gjejnë gjuhën me të rriturit. Është përgjegjësia e prindërve, është përgjegjësia e shkollës, është përgjegjësia e strukturave, është përgjegjësia e gjithë shoqërisë që të adaptojë komunikimin me këtë brez i cili është agresiv, por jeton edhe në një shoqëri agresive. Pra, nëse themi që kemi një brez agresiv, duhet të pranojmë që e gjithë shoqëria në të gjithë botën në vitet 2020 të tutje është një shoqëri më agresive se sa shoqëria që ka qenë përpara. Mos të harrojmë që patëm edhe një pandemi e cila ndikoi në shëndetin e të gjithë shoqërisë, në të gjithë botën. Pra nuk ishte një izolim i vogël, nuk ishte një frikë e vogël. Patjetër që kjo frikë do përcillte pastaj pasojat e veta psikosociale në shoqëri, të cilat ne nuk i kuptuam në 2021-shin, por në vijim filluan dhe po vazhdojnë të shfaqen problematikat. Prandaj them që
ky brez i përballur me prindër të cilët edhe ata kanë vështirësitë e tyre, sepse them gjithmonë prindrit jetojnë për herë të parë. Njësoj si ne, njësoj si adoleshentët, nuk është se kanë eksperjenca jetet më parshme që çfarë është mirë dhe çfarë është keq. E gjithë jeta jonë është një improvizim dhe ndonjëherë bëjmë gjën e dur, ndonjëherë gabojmë. Edhe prindërimi ka sfidat e veta. Por që patjetër duhet të ketë një përpjekje më të madhe që duhet të fillojë në familje për të komunikuar me fëmijët, për të treguar më tolerant ndaj qasjeve të ndryshme të tyre, ndaj asaj që na duket ndoshta e gabuar, por po të ndryshojmë pak qasjen tonë dhe të kuptojmë që nuk ka të gabuar dhe të drejtë, por ka thjesht ndryshe, dhe të fillojmë ta pranojmë faktin që jemi ndryshe, të fillojmë të pranojmë faktin që është një botë tani digjitale, adoleshentët rriten me inteligjencë artificiale, atëherë edhe ne duhet të adaptojmë pak komunikimin ton që t'i përshtatet lidhjes së tyre me inteligjencën artificiale. E di si e krahasoj ndonjëherë Bjorn, më duket gjithmonë na ka ndodhur në adoleshencë, për shkak që mund të kemi pas një shok apo një shoqe që prindrit tan nuk e donin. Po. Edhe gjithmonë dëgjoja atë fjalinë që prapti me atë sa herë të kam thënë, ose ngele me atë shoqe, ngele me atë shokun. Ndodh në të gjitha familjet. Historia ka treguar që sado ti thuash një fëmijë që mos rri me këtë shoqen apo me këtë shokun, prap nëse do doj të rri, domethënë do ta gjej formën. Dhe ata prindër të cilët e menaxhojnë situatën në formën që zgjedhin ta kenë më në kontroll këtë marrëdhënie shoqërore të fëmijës. Pra ti qëndrojnë më afër për të kuptuar se si është në të vërtetë ajo marrëdhënie, si po shkon, çfarë po ndodh me atë shoqë apo atë shok që mund të ketë. Dhe në këto raste ka rezultuar më shëndetshme. Dhe nuk ka pasur problematika në komunikimin. Fëmijët kanë ndier më shumë besim tek prindrit, janë menaxhuar më mirë situatat. E njëjta gjë ndodh edhe me inteligjencën artificiale. Tani adoleshentët nuk kanë më vetëm një shok apo shoqe të ngushtë, por shoku dhe shoqja e ngushtë e parë është inteligjenca artificiale. Dhe duke i thënë që bëll ndenjtë në telefon, bëll ndenjtë në Snap, në TikTok, në Instagram, nuk është se do ta largojmë nga kjo gjë. Ne duhet pranojmë që inteligjenca artificiale ekziston, ka një rol të rëndësishëm jo vetëm në jetën e adoleshentëve, por në jetën e secilit prej nesh, dhe duhet të gjejmë formën për të bashkëjetuar me këtë dhe për të ndërtuar marrëdhënie më të shëndetshme me fëmijët, në mënyrë që ky shoku apo shoqja e ngushtë të mos zër vendin e prindit, por të ketë vendin e vet në jetën e adoleshentit. Dhe kjo nuk ndodh prap duke i thënë mos, por duke i ofruar alternativa. Jam dakord në parim me këtë, po më duket pak e vështirë në praktikë, se lidhet dhe me gjendjen ekonomike të familjes, me prejardhjen e tyre sociale, sa të marginalizuar i ka lënë sistemi. Për shembull, ka prindër që ndoshta as nuk e konceptojnë dot që të ulen dhe ta marrin seriozisht fëmijën e tyre ose adoleshentin që kanë në shtëpi. Megjithatë, ne flasim për ato raste që mund të bëhet mirë. Pastaj patjetër ka familje që mund të kenë problemet e tyre dhe kjo vështirëson marrëdhënien, ndryshe nuk do kishim në problematika për cilat po diskutojmë, por e rëndësishme është që aty ku mund të ndërhyet dhe të bëhet diçka e mirë të bëhet. Pastaj mos harrojmë që edhe prindërimi është edukim më vete, kështu që sa më shumë të edukohen familjet shqiptare dhe sa më shumë të flitet për këtë gjë, dhe sa më shumë të punohet me prindrit dhe jo me fëmijët, ndoshta edhe te këto familje që mund të kenë më pak mundësi, se jo çdo gjë varet nga mundësia. Unë kam parë në praktik familje të cilat nuk kanë pasur mundësi ekonomike shumë të mira, saq mund të pretendohet që duhet të ketë një familje shqiptare për të rritur fëmijë me të gjitha mundësitë e shkollimit, edukimit e tjerë, por kam parë që kanë marrëdhënie të shkëlqyera me fëmijët e tyre. Po aq sa kam parë familje të cilat kanë mundësi shumë të mira financiare dhe kanë marrëdhënie
që lëm për të dëshiruar në urën e komunikimit me adoleshentët. Pra jo çdo gjë është mundësia ekonomike, jo çdo gjë është edhe ndoshta formimi profesional apo eksperienca akademike që mund të ketë familja, nuk mendoj që këto të bëjnë një prind të mirë. Me thënë, dëshira dhe dashuria për adoleshentin dhe për fëmijën dhe dëshira për të qëndruar afër dhe për të krijuar një familje të shëndetshme, ka shumë raste që nuk varet vetëm nga mundësitë. Ndonjëherë mendoj që ndoshta do ishte mirë të kishte një lloj shkolle ose një lloj certifikimi për të bërë prind, se ne ju kërkojmë të testojmë njerëzit për të marrë patentën e makinës, të testojmë para se të marrë një diplomë për të bërë profesionist. Mirë, po për gjëra që kanë vërtet rëndësi për të, domethënë që prekin thellë shoqërinë, për të qenë prind, për të qenë qytetar i përgjegjshëm, për të votuar. Nuk certifikohemi. Megjithatë kjo është jashtë asaj, po jo, kjo është brenda temës, në fakt se është një nga faktorët që ndikon, kështu që je okay. Po, Klaudia, a lindin disa njerëz të këqinj apo bëhen gjatë jetës? E keqja dhe e mira janë koncepte relative. Ka thënë antropologjia para se ta thonë juristët. Njeriu lind sigurisht me bagazhet e veta genetike, por është shoqëria ajo që e bën human. Nuk është thjesht ideja që erdhëm në këtë botë dhe u socializuam. Po. Unë hy te grupi i atyre që mendojnë që njeriu nuk lind as i mirë edhe as i keq. Lindim me cilësitë tona njerëzore për të mbijetuar dhe pastaj duke u rritur në ambientin ku rritemi, në shoqëri e të gjitha me radhë, ne formojmë karakterin, personalitetin, e më pas edukohemi se si të reagojmë ndaj impulseve të caktuara. E besoj thelbësisht që në zhvillimin e krimit të sjelljeve të kundërligjshme ka një ndikim shumë të madh të edukimit me mënyrën se si ne reagojmë ndaj situatave. Pra, një person i cili është zhvilluar intelektualisht gjatë gjithë jetës vet për të menaxhuar dhe për të kontrolluar emocionet e veta, pra për të reaguar në një formë nëse më bën diçka të keqe, si do reagoj? Do kthehem direkt apo jam edukuar mjaftueshëm për të kuptuar që në një situatë caktuar ti mund të përgjigjesh edhe kështu, edhe ashtu. Pra, a jam mësuar unë të kem alternativa reaksionesh apo unë jam një njeri primitiv që në momentin që ndihem i rrezikuar, menjëherë bëj një veprim për t'ju përgjigjur këtij rreziku. Baza, ajo që ne lindim është reaksioni për të mbijetuar. Ne lindim me instiktin e mbijetesës, dhe nga instinkti i mbijetesës ti patjetër mund të bësh edhe veprime të kundërligjshme. Pastaj zhvillimi i shoqërisë është ai që ka krijuar normat, sjelljet sociale, ligjin, shtetin e së drejtës e me radhë. Kështu që në këto kushte mendoj që njerëzit nuk lindin as të mirë as të këqij, lindin me instiktet e tyre. Zhvillimi pastaj, ambienti ku rriten, sigurisht edhe njerëzit që i rrethojnë, sjelljet që ata mësojnë gjatë jetës, edukimi, e të gjitha me radhë ndikojnë në mënyrën në formimin e mënyrës se si këta njerëz reagojnë ndaj instinkteve me të cilat kanë lindur. Po flasim për pjesën e krimit që nëse mund ta quajmë pak më primitive, në thonjse, që reagon emocionalisht, e bën për të mbijetuar, po ka dhe një pjesë tjetër njerëzish që ndoshta nuk e kanë të nevojshme, po themi nga ana materiale ose për të reaguar menjëherë për të hakmarrë ose për gjëra të tilla. Po përjetojnë ndoshta një lloj pasioni kur manipulojnë dikë. Është thjesht ndjesia e pushtetit. Por nuk mendoj që kanë lindur të këqij, domethënë unë kam tek koncepti të lindësh i mirë apo të lindësh i keq. Pra, ka njerëz që patjetër mund të kenë probleme psikologjike të cilat janë edhe të lindura, nuk e vë absolutisht në dyshim. Ka dhe një lloj adrenaline kjo. Po, njihet, është ka individ të cilët gjejnë dhe kënaqësinë në kryen e veprave penale. Në Shqipëri nuk është një tipologji shumë e njohur, sepse ndoshta edhe për shkak të
faktit që jemi një vend i vogël, por edhe në përgjithësi në Ballkan edhe në rajon nuk është se njihemi si vende të cilat këto tipologji veprave penale të kryerjes së krimeve për pasion apo për adrenalin janë të njohura sepse nuk kanë ndodhur në mas të paktën. Por ka shtete në të cilat ka një numër më të lartë veprash penale të tilla, të lidhura me këtë që ti e quajtë adrenalin apo pasion, që në fakt nuk është adrenalin dhe nuk është pasion, por është një çrregullim psikoemocional, në disa raste psikiatrik, i individëve të cilët i kryejnë këto vepra penale. Mendoj, me aq sa e kam studiuar këtë pjesë, që janë krime të cilat kryhen për shkak të problemeve të theksuara me shëndetin mendor. Dhe në 90% të rasteve, mendoj që janë vepra penale të shkaktuara nga një çrregullim psikiatrik dhe në 1% më të vogël pastaj nga çrregullime të tjera, siç mund të jenë edhe probleme të tjera të shëndetit mendor. Nuk jam eksperte e shëndetit mendor dhe nuk dua kurrësi të hyj. Absolutisht nuk dua të them që njerëzit të cilët vuajnë nga problemet të shëndetit mendor kanë tendencën të bëjnë krime. Është as pak e vërtet. Madje në shumë raste vështirësitë i bëjnë ato problemet që hasin njerëzit me shëndetin e tyre mendor i bëjnë dhe më të ndjeshëm edhe më pozitiv si qytetar, pra i bëjnë qytetar më të mirë sepse duke kaluar probleme bëhen më të ndjeshëm ndaj problemeve që mund shkaktojnë tek të tjerët. Por po them që të tilla krime kanë absolutisht lidhje me çrregullime të individit. Pra nuk është se ka një adrenalin për ta sqaruar sepse shumë herë i them në studentëve dëgjojnë adoleshentët që krim për pasion apo krim për adrenalin. Nuk ka krime pasioni, janë këto thonjzat që i ka vënë shoqëria për t'i quajtur të tilla, janë gjëra që ndodhin për shkak të çrregullimeve. Jo se ka adrenalin reale aty. Në këtë kontekstin ton të shoqërisë ton, a ka krime ose tipologji krime që marrin më shumë vëmendje në media se të tjerat dhe çfarë tregon për ne si shoqëri? Tani çdo fakti që çfarë japim ne vëmendje tregon shumë për ne si shoqëri. Nuk është se jemi shumë të fokusuar për të kuptuar krimet e sofistikuara, ato e quaja, ato që lidhen pra ndoshta me për shumë vjedhja e një banke, apo nëse do të kishim një vepër penale që do lidhej me vjedhje nëpërmjet teknologjisë, nuk do të bënte aq bujë sa do të bënte një krim pasioni, në thonjza. Pra nëse një aferë jashtëmartësore do të përfundonte në një krim apo në një vepër penale, sigurisht do të tërhiqte më shumë vëmendje mediatike dhe do të diskutohej shumë më gjatë se sa një vepër penale tjetër që mund të lidhej me një krim kibernetik të sofistikuar apo diçka të kësaj natyre. Kjo sepse në përgjithësi shoqëritë kanë tendencën që të shohin edhe veprat penale njësoj si të shohin edhe episode të tjera sociale, ato që kanë më shumë mister, që mund të duken pak më dramatike, ose mund të shkaktojnë këtë idenë çfarë ndodhi, kush ishte, çfarë bëri, pse e njohim se njohim, pra ky sensi i thashë themit, i cili fatkeqësisht në vend që të bjerë zhvillohet edhe më shumë, që tregon shumë për shoqëritë. Si justifikon dikush krimin që kryen? Si justifikon të njohurve të tij, po më e rëndësishme si justifikon me veten, sepse ka disa njerëz që duket sikur janë shumë të qetë me gjërat që bëjnë, edhe pse mund të dëmtojnë të tjerët. Nuk mendoj që ka persona të qetë në momentin që kryen një krim, sepse vetë sanksioni, edhe sikur të mos kishte pendes, minimalisht ka një lloj shqetësimi për sanksionin, për dënimin, për pasojat. Po nëse imagjinojmë që po lidh pak me këtë. Po shikoja librat, më fal, po më kujtoi Hamletin në fakt, edhe ka një dilemë aty antropologjike, do ta quante profesor Kabo, se dua ta citoj, që lidhet me e vrau ndërgjegja, pra filloi të shikonte halucinacione për krimin që kishte bërë.
Edhe pyetja e lexuesit ishte a e vrau ndërgjegja apo e vrau frika se të tjerët e dinin çfarë kishte bërë, sepse në fakt ai shikonte dhe dëgjonte sikur të gjithë rreth vetes e dinin krimin që kishte bërë dhe arriti pastaj që të degradonte situata. Kështu që çdo individ I cili ka bërë një krim, edhe nëse nuk ka atë vrarjen e ndërgjegjes, është gjithmonë ajo që ngelet, pra një lloj frike, një lloj paranoje, një lloj trembje. Dhe justifikimi është një proces që ndodh pastaj duke e trajtuar individin që ka kryer krimin. Dhe nuk është justifikim, se sa është një analizë se pse ka ndodhur ngjarja, apo si ka ndodhur. Çfarë roli luan media në krimin e këtij perceptimit se kush është I rrezikshëm ose kush duhet konsideruar I rrezikshëm në shoqëri? Në momentin që ne dëgjojmë një analizë në media për një individ, apo dëgjojmë për një krim që përsëritet, analizohet, diskutohet në prime time apo kudo, fillojmë dhe ndërgjegjësohemi, jo vetëm për llojin e krimit, por edhe për mënyrën se si ne duhet ta shohim në momentin që ndodh një ngjarje kriminale në vend. Dhe ky është një lloj edukimi. Ka raste që mund të jetë jo I mirë dhe këtu dua të vë theksin tek roli I gazetarëve, sepse të qenit gazetar, sidomos gazetarët e kronikës, mbajnë një përgjegjësi shumë të madhe. Dhe sa më shumë profesionistë jenë, sa më të trajnuar, sa më të përgatitur, sa më të guximshëm, aq më shumë do e kuptoj shoqëria se çfarë është e rrezikshme dhe çfarë jo. Kanë një ndikim të jashtëzakonshëm. Ajo që dëgjojmë në media çdo natë, analizat mbi aktualitetin, analizat mbi ngjarjen, ata që ne I quajmë analist, kanë një ndikim të jashtëzakonshëm në formimin e opinionit publik. Dhe kjo vjen patjetër me privilegjin e të qenit figura të cilat ndikojnë dhe influencojnë opinionin, po ajsa edhe me përgjegjësinë që ky opinion duhet jetë sa më profesional dhe të vi në një mënyrë sa më të shëndetshme tek publiku, që të mos ketë një bumerang pastaj në mënyrën e qasjes. Po se ndonjëherë më duket, domethënë, kur shoh në lajme ose në emisione në darkë, nuk është se I ndjek shumë, po aq sa I ndjek krime që nuk e di nëse mund të dakord, ligjërisht janë krime sepse janë shkelje e ligjit, dikush që nuk e di vjedh në një grabit në një supermarket, dhe fillon të etiketohet si kriminal, hajdut, vjen zakonisht janë njerëz që vijnë nga një stres jo me shumë mundësi ekonomike. Dhe në të njëjtën kohë shikon që por nuk I jepet asnjëherë hapësirë problemeve sociale ose ekonomike që çuan tek ai krim. Nga ana tjetër shikon njerëz që janë pjesë e botës së krimit të organizuar, që janë drejtues dhe ju jepet goxha hapësirë në një farë mënyrë për të justifikuar veten e tyre ose për të thënë të vërtetën e tyre, nëse mund ta themi në thonjze. Dhe kjo gjë më bën pak përshtypje sepse e shikon dhe në media goxha të mëdha, në televizione serioze që I jepet një hapësirë e rëndësishme kohë dikujt që është drejtuesi I një bande kriminale. Në këtë rast, nga që nuk jam eksperte e medias dhe nuk shprehem dot nuk shprehem dot në kuadër të medias, por mendoj që për sa kohë, pra edhe një I dënuar me vendim në formës prerë, aq më tepër njerëz që nuk janë dënuar me një vendim në formës prerë për diçka, media duhet I jap hapësirë të gjithëve. Pra, unë nuk e shoh problemin tek të dhënit e hapësirë një X personazhi, e shoh tek fakti që e njëjta hapësirë duhet dhënë për të gjithë. Mendoj që në median shqiptare jepet goxha hapësirë për të gjithë. Madje edhe në raste kur personalisht mendoj që edhe media duhet jetë më e kujdesshme, sidomos në raste të cilat janë hetim. Sepse shikoj që trajtohen çështje, flitet për çështje të cilat janë ende në proces hetimor, ndonjëherë me një siguri të panevojshme, sepse duhet lënë që çdo profesionist të bëjë punën e vet. Jo më kot është prokurori, jo më kot është strukturat e policisë dhe hetimit bëjnë punën e tyre, gjykata bën të vetën.
sepse ka një vizh shumë të hollë mes të thënit të vërteta dhe të ndikuarit të vërtetat. Dhe ndoshta te kjo vija mund të ketë për të folur, por e thash nuk jam eksperte e medias edhe nuk guxoj të hy tek tema që nuk i njoh. A ka diçka që do reduktonte krimin në mënyrë drastike, po që ne si shoqëri, po ndoshta edhe shoqëri të tjera nuk e bëjmë? Edukimi. Domethënë nuk ka asgjë që redukton asgjë negative përveç se edukimi, kultura. Madje e them gjithmonë sa më shumë, sidomos për fëmijët, sa më shumë aktivitete kulturore, sociale, sa më shumë edukim përmes artit, përmes sportit, nuk ka asgjë që e parandalon kriminalitetin në të gjitha dimensionet më shumë se sa edukimi. Marrim dhunën në familje, më shumë se sa edukimi nuk e parandalon dot asgjë. Pra më shumë se sa fuqizimi i grave, edukimi i djemve, se flasim për fuqizimin e grave dhe harrojmë edukimin e djemve. Në fakt ishte para disa ditësh, po shikoja një statistikë, dhe është fenomen pothuajse global që ndërkohë që vajzat dhe gratë po arsimohen gjithmonë më shumë dhe po fuqizohen gjithmonë më shumë, ndërkohë shikon që djemt po fillojnë braktisin shkollën ose janë në numra gjithmonë më të ulët, shifra gjithmonë më të ulta. Është shumë fatkeqësi që ne si shoqëri, nuk flas vetëm shoqëria shqiptare, se është më e thellë se kaq, nuk është s'ka lidhje me shtetin, me qeverisjen, këto janë problematika sociale të popujve, të shoqërive, shumë të thella, nuk trajtohen dot vetëm me akte ligjore, duan një kohë shumë të gjatë që të punohet për këto tematika. Por, çfarë po ndodh? Ne kemi djem të cilët janë fëmijë dhe burra. Fjala djalosh mungon. Madje edhe në sensin e dëgjimit, ne nuk e dëgjojmë shpesh të përdoret, që ai është djalosh. Ose sjellje djaloshare. Ne dëgjojmë fjalën sjellje djaloshare, nuk e dëgjojmë, ne dëgjojmë fëmijë dhe burr. Pra djemt tan të shoqërive tona bëhen burra që në moshë të vogël, të hershme, duke ju thënë ti je burr, ti duhet të kujdesesh për maman, për motrën, ndërkohë që harrojmë që janë thjesht fëmijë, janë thjesht djem, kanë nevojë të kalojnë nga fëmijë në djem, pastaj në burra. Dhe kjo periudha tranzitore e të qenit thjesht djem, adoleshent, që kanë nevojat e tyre emocionale, dobësitë e tyre emocionale, nuk duhet i vërë përpara një përgjegjësie kaq të madhe për t'u burrëruar, për t'i dalë zot shtëpis. Nuk është detyra e një fëmije 14 vjeçar djalë t'i dali për zot nënës apo motrës apo vllajt më të vogël. Detyra e tij është të jetë një 14 vjeçar që duhet të shijojë adoleshencën e vet. Dhe këtë ja japim dhe vajzave si përgjegjësi, nuk ja japim vetëm djemve, por e them djemve sepse në mentalitetin tonë është djali, pra që në mentalitet djali është burri i shtëpis. Dhe nuk thuhet ndonjëherë djali është djali i shtëpis. Thjesht duhet qëndroj djali i shtëpis, derisa të rritet dhe pasi të rritet të bëhet burr. Pra ka dhe burrëria kohën e vet. Kjo nxitimi për t'i burrëruar kaq shpejt djemt nuk po na sjell ndonjë gjë pozitive. Përkundrazi, po na sjell burra agresiv, të dhunshëm, të friksuar, se dhuna në vetvete çfarë tregon, është intimidim. Një person i cili është i zhvilluar emocionalisht, kurse nuk bëhet i dhunshëm. Se nuk intimidohet, nuk frustrohet, nuk bëhet agresiv. Pra, në fakti që ne kemi një shoqëri meshkujsh që janë të dhunshëm, do të thotë që ne kemi meshkuj të frustruar, problematik, problemin e kanë me veten, janë të pasigurt. Dhe këtë pasiguri vjen që në familje, ose i edukojmë, pra me dy standarde, ose janë të përkëdhelurit e shtëpisë, sepse është djali dhe është ai edhe s'ka tjetër, ose janë pastaj burrat e shtëpisë edhe aty mbaron gjithë filmi i të qenit thjesht djalë. Mirë Klaudia, të falenderoj shumë që ishe pjesë. Faleminderit edhe ty.
Ky podcast mbështetet nga Abi Bank.